Kryeprokurori i Barit, Roberto Rossi, ka folur në një konferencë për mediat nga SPAK pas mega operacionit antidrog të zhvilluar mes Shqipërisë dhe Italisë. Kryeprokurori italian theksoi se mafia shqiptare ka një forcë ndërkombëtare shumë të madhe. Punojmë prej 10 vitesh për arritjen e objektivave të përbashkët. Jemi të ndërgjegjshëm që autoritetet shqiptare, në veçantë SPAK, janë shumë të aftë në kapjen e veprave bashkë me ne. Për fat keq, mafia shqiptare është një forcë ndërkombëtare shumë e madhe. Populli shqiptar do të jetë në gjendje ta luftojë këtë kancer. Bashkëpunimi me SPAK-un është në nivele të kënaqshme, që arrim objektivat përbashkët. Doja të theksoja këtë afërsi të fortë që ekziston mes nesh, u shpreh të tjera kryeprokurori Rossi. Mega operacioni i zhvilluar nga autoritetet shqiptare dhe ato italiane çojnë arrestimin e 52 personave dhe në sekuestrimin e miliona eurove pasuri. Në këtë konferencë për shtyp, kreu i SPAK-u deklaroi se u godit një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri. Ky operacion i mbështetur nga hetimet e thelluara dhe shkëmbimi efektiv i informacionit ndërinstitucional është dëshmia e asaj që mund të arritet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me profesionalizëm dhe besim, u shpreh ndër të tjera kreu i SPAK-ut Altin Dumani. Ndërkohë, konferenca e jashtëzakonshme për shtyp mes tyre vijon për më shumë detaje rreth këtij mega operacioni të orëve të fundit.